Hoxhë, ti unë në audionor komente kam plot, po muj me nëse më pyet dikush cili koment është më i shpesh që të vjen në videot islame që na vijnë, është ky koment. A jeni kthi ju? Pa besimtarët e parashën që këtë kapi dini ju që ka ditë gjykimi, xhenet, xhenem, a jeni kon atje, apo ton? Në shumë sende nuk kemi qenë dhe i besoj. Panda. Ka shumë njerëz në Washington s'kan qenë, a besoj nuk. Do thonë që nuk ka shkush me qenë çdo kun, edhe për ta besuar ata. Po është kush që ai që ta sjell lajmin të jetë i sakt. Pra ai që thiri është i besueshëm që ta sjell lajmin, ne e besoj. Ka shkuar njëri në Zvicër, në Paris dhe na kallzon që shikon atë. Edhe ne e besojmë pa problem. Me qenë gënjeshtar që na ka gënjë edhe një herë, atëherë do të thonë normal është që mos ta besoj. Mi po ai që na sjell lajmin është i besueshëm. E ai që na sjell lajmin, që ka ringjallje është Allahu. Kjo është e para. E dyta, jeta e përditshme jon, të cilët ne jetojmë. Kush është ai që ne ban prindin e ke para teje, dhe pasi që ai loste me ju, bisedonte me ju, ndalët, vdes dhe ne vërosmi me dorë tonë. Kush e bën një babarit të vdekur? Nëse ai e ka bën të vdekur dhe kisha Allahu absolut, atë si ka mundësi që ai mos ja rikthen me shpirtin. Shpirti dul, nuk e pa. Pa ja rikthen ashtu siç e ka marrë. Pra nuk është kush që ne me qenë atje, edhe pse ne kemi qenë dhe i kemi parë, mirë po me si të zemrë duhet më shqyu. Tash këto ajete që në tregon Allahu azza wa jall për Uzairin për shembull, që 100 vjet e ka bën që të vdes, ha? Po. Dhe gomari i tij, kupton, domethënë që faktikisht ju kanë tretë edhe eshtrat e tij, mirë po Uzairi, kupton, pas 100 vjetëve është ringjall. Kjo tregon se kupton kanë qenë. Mirë po ju keni qenë në gaflet, ju keni qenë në pakujdesi. Ju nuk e keni nu menën shumë. Se shumë sende ne nuk e kanë shëtit këtë tokën, tash e ki e vështirë ta binë dikan se toka si përzojmë. Nëse thojmë se toka nuk është rumullakt, qesin qaf, thojnë rumullakt, e ki po? Po. Ke im satalit? Ke im në hanë? Ke shetit? Do thonë mi thonë se nuk e një shtet Japoni që zuhet, nuk ekziston. Po. Lej këto prallët e që kupton të tjere. Thot që si mor bota të transmeton. Edhe këtu bota të transmeton, të argumenton se bota ahiretit është e sakt. Edhe nga drejtësia Allahut është që të ketë një botë që thash të shpërblehet ai që ka vujt, apo ai që ka punuar para ditë dhe të ndeshkohet ai që nuk e ka marrë ndeshkimin në këtë botë. Dhe kjo nga drejtësia e plotë e Allahut azza wa jall.